Sulmuesi i Kombëtares Rejmanaj la fushën i dëmtuar gjatë ndeshjes Sivasspor Göztepe pas një përplasjeje të fortë kokë më kokë me një mbrojtës kundërshtar. Pas reagimit të klubit ku ai bën pjesë një video që po qarkullon në rrjetet sociale ka qetësuar tifozët. Në pamje shihet sulmuesi i Shqipërisë që ka mbërritur i ndërgjegjshëm në spital. Ai nxirret me barel nga ambulanca dhe futet në spital për të marrë mjekimet e duhura. Në një moment Manaj shihet duke mbajtur duart në kokë i shoqëruar nga të afërm dhe stafi i klubit turk Sivasspor. Sulmuesi i Kombëtares Rejmanaj la fushën e lojës i dëmtuar ditën e sotme. Në minutën e tretë të sfidës ai është përplasur kokë më kokë me mbrojtësin e Göztepes. Pas shumë minutash duke marrë ndihmën mjekësore në fushë Manaj u largua me ambulancë. Pas momenteve të panikut mes tifozëve, klubi i Sivassporit ka reaguar duke zbuluar gjendjen e sulmuesit shqiptar. Futbollisti ynë Rejmanaj humbi ndjenjat si pasojë e një përplasjeje me një lojtar kundërshtar në minutën e tretë të ndeshjes ndaj Göztepes. Pas ndërhyrjes së parë të ekipit ton mjekësor në fushë, ai është dërguar me ambulancë dhe tashmë është i vetëdijshëm. Pas përfundimit të analizave të nevojshme, informacioni i detajuar për gjendjen shëndetësore të Rejmanajt do të ndahet me publikun. Futbollistit ton i përcjellim urimet për shërim të shpejtë, thuhet në njoftimin e klubit turk.